Hello! Hello! Dhe hello të s'kemi Lila. Më të s'kemi të Soni. Hey! S'kemi! S'kemi! Oh, shara në që ti. Më të dhe hafara. Hej, luret e mia, si jeni? Si kanë qenë këto ditë vjeshte për juve? Mirë se erdhni në një tjetër video, unë jam Adelaida, ose shumë të më thonë ndryshe, Infermieria Day. Si që keni kuptuar dhe nga titulli, kjo video nuk është një video vlog, por është një video edukuese. Videon e kaluar tek se po I tregoja shumë fragmente nga puna ime, disa nga ju më shkruajtë në Instagramin tim personal që ai kisha patur të vështirë të gjeja punë, si kisha gjetur punë si infermiere dhe pyetje të tilla. Teksa po bisedoja me gjithë secilën nga ju, mendova dhe më lindi ideja që të krijoja këtë video sot për të folur pak më tepër, se si është rregull punës në Shqipëri, se si kam gjetur unë punë, ai ka qenë e vështirë, dhe 2-3 rrugë të vogla psikologjike për të qenë gjithmonë fëmijëtar në çdo intervistë pune. Dhe gjithashtu, duhet të tregoj edhe një histori time, më sa do ta nis nga historia ime, se si unë mashtrova për në Gjermani. Ju kam treguar shumë pak në një video paraardhëse, por këtë herë duhet ta kam më me detaje, që pse jo ta shmangni ndokush nga ju që është aty jashtë ta shmangi këtë gjë siç më ndodhi dhe mua. Jam shumë e sigurt që të gjithë nga ju keni dëgjuar të paktën një herë në jetën tuaj public speaking, dhe secili nga këta mentor apo moderator e nis ligjërimin duke treguar historinë e vet. Edhe unë do nis po në të njëjtën mënyrë. Linja ime profesionit fillon me mbylljen e bachelorit me sukses, marrjes së diplomës, marrjes së praktikës, pra të urdhrit, dhe më pas në mars 2024 unë licencohem për herë të parë, në prill marr për herë të parë kartonin e duar, isha shumë e lumtur sepse më në fund pas shumë peripecish mbyllëm me sukses 3 vitet e bachelorit. Dhe peripeci sepse besoj se ata të cilët e kanë vazhduar shkollën në shtet, në Shqipëri, e din që nuk është shumë e lehtë, nuk është shumë e lehtë në pedagogët, nuk është shumë e lehtë me mësimdhënien dhe të gjitha burokracitë që ndodhin ato banka. Unë nuk nisë të shkoj direkt për punë, sepse mendimi fillestar ishte të shkoja në Gjermani dhe të ushtroja aty profesionin tim si infermiere. Në fakt, Gjermania ishte edhe një nga arsyet kryesore sepse unë së bashku me prindërit e mi zgjodhëm profesionin e infermierisë. Kishim dëgjuar shumë për mundësitë e tregut, kishim dëgjuar shumë për pagat, gjithashtu kishim dëgjuar shumë që vazhdimisht Gjermania po kërkonte infermierë që të punësoheshin. Dhe kështu në bragati letra të notarizuara, të përkthyera, me vula postile, gjuha gjermane ishte po në rregull, pra çdo gjë ishte në rregull. Dhe gjithashtu këtu dua të them dhe të citoj që kur zgjuara të shkoj në Gjermani dhe nuk e di hapat të cilat duan ndjekur, po të më shkruaj lirisht mua sepse I di tani në majtë gjuhës tashmë. Gjithë dhe punëdhënësin, në fakt këtu dua të vetë diçka që nuk është se kisha kontakt drejt për drejt me punëdhënësin, dhe ndoshta kjo ishte gabimi I cili më kushtoi shumë dhe më kushtoi Gjermani në fakt. Unë kisha ndërmjetësues një infermier shqiptar, të cilën ishte njohur nga miqtë e përbashkët, e dërgova çdo gjë që duhej këtij infermieri dhe muaj pas muaji më pas shkruaja vazhdimisht që nëse kishte diçka pozitive apo një përgjigje negative. Të paktën të merrej një përgjigje. Muajt fillon të kalonin, unë I shkruaja dhe përgjigjet që merreja ishin gjithmonë rradhë më rradhë. Derisa erdhi momenti që nuk merreja më fare përgjigje. 2-3 herë të fundit që kam shkruar, nuk kam marrë asnjë përgjigje, dhe kështu rrugëtimi im në Gjermani mbaroi përpara se të fillon. U mashtrova, u gënjeva, u mërzita, sepse ishin gjithë ato muaj të shkruara dëm, ishte gjithaj lekë investuar si me gjuhën gjermane, si me provimin, si me letrat. Dhe ishte në gjithë të muaj pritje kur nuk më bëja asnjë me jetën time që të ecja përpara. Por në fakt nuk e prisha zemrën, sepse mendova që ndoshta Zoti ka menduar diçka tjetër më të mirë për mua dhe për këtë arsye nuk u bë dhënë i Gjermanisë. Kështu, nuk tentova sërish të shkoja, ndonse mami më thoshte vazhdimisht shko te tezja, ndonse babi më thoshte që shikon se kemi ca mish gjerman në meni, unë zgjodha të mos shkoja dhe zgjodha të kërkoja punë këtu në Tiranë, në qytetin ku jetoja, edhe pse dija shumë mirë që ishte shumë më vështirë për të gjetur nga ato çka kisha dëgjuar. Një mbasi te korriku, fillova të kërkoja punë tek ato faqe çfarë janë njoftime pune, njoftime punësimi dhe qëlloj që klinika spitali ku unë punoj aktualisht kërkon të infermier, pra kishte në vakante si infermier. Nuk e di Zoti, universi, fati, rastësia, të gjitha këto punua së bashku dhe bërë rolin e tyre sepse unë kam bëj 2 vite tashmë që punoj në atë spital.
CV timi ishte CV-ja ime parë që ndërgoja për punë si infermiere dhe më marrë në telefon direkt për të më thënë që unë e kalova fazën e parë dhe jam gati për fazën e dytë tashmë. Paraqitem në orarin e caktuar dhe shikoj që holli dhe recepcioni ishte mbushur plot me vajza dhe gra, të cilët gjithashtu një sesion për të bërë intervistën. Diçka nga mbrëlla më thoshte vazhdimisht Adela, ikë, mos qëndro, se ti nuk është të marrin, ka gjithë këto goca këtu para teje. Por dhe diçka tjetër brenda meje më thoshte që s'ka problem, qëndro, edhe se po mos të marrin, të paktën ti bëj intervistën që të zhvillohesh dhe të shkatësohesh për punën si infermiere. Futëm te doktori, te zyrë doktorit, siç e theksoi sërish, pa ndonjë pritshmëri të madhe, por që të paktën nuk kisha emocione, sepse një gjë e mirë imja që do e zgjuaroj për secilin nga ju që kërkon punë apo bën diçka, është në momentin e intervistës, në momentin e konkursit apo në momentin e diçka që është shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme për ju, mos të keni emocione, e di që është gati të thuajse e pamundur, por të mbysni këto emocione për më vonë. Dhe në ato momente të lejoni kthjellësinë që të marrni situatën nën kontroll, sepse vetëm kështu do të dilni të fituar. Futëm tek zyrë doktorit, të flas për Adelën e vërtet, flas për eksperiencat e mia të vërteta dhe tregoj çdo gjë. Dhe doktori më merr direkt në punë, më thotë që tashmë punësove, isha shumë e lumtur, shumë e gëzuar, sepse nuk imagjinoja dot që unë, që sapo kisha dalë nga bankat e shkollës, pa ndonjë eksperiencë të madhe, që të themi dhe një shërim nuk dija ta mbaja në formën e duhur, në mënyrën e duhur, u punësova. Dhe ja ku jam tashmë, 2 vite punësuar në atë spital, jam përgjithsisht mirënjohëse doktorit, që më pranoi dhe më bëri kjo që jam sot, dhe nuk ka ditë që nuk kam e lumtur që punoj aty. Kjo është eksperienca ime, kjo ishte historia ime, mundova të kam detajet kryesore dhe ato specifike për ta bërë më interesante dhe jo shumë, siç thonë gjermanët, langweilig, jo shumë të mërzitshme për ju. Të gjithë e dim, sidomos ne që punojmë në sektorin qytetësor, që të gjesh punë si infermier në Shqipëri është pak e vështirë dhe kjo për disa arsye. Arsyeja kryesore që mendoj unë është sepse nga bankat e shkollës më shumë po dalin, më shumë po prodhohen infermier sa ka nevojë vendi ynë. Dhe duke përfshirë këtu nuk po flas për pjesën e shtetit, sepse normalisht çdo shtet duhet të ketë universitetin e tij shtetëror, por flas këtu për universitetet private, të cilat po mbijnë si kërkulla çdo herë më shumë, çdo vit më shumë po del një universitet i ri i cili ofron degën e infermierisë. Një arsye tjetër për paguajtjen e infermierëve, unë mendoj që është sepse shumica e infermierëve, rreth 70% e infermierëve, të cilët pas e mbarojnë universitetin, mendoj se ata kërkojnë të qëndrojnë në Tiranë, të punojnë, të jetojnë në Tiranë dhe kështu lihen në harres qytetat dhe rrethet dhe fshatet e tjera. Ku mendoj që këto rrethet dhe qytetet e tjera kanë nevojë më të madhe për infermier, sepse siç e thash, shumica po jetojnë ose këtu ose po ikin jashtë, edhe kësaj vendet vakante janë më shumë në rrethet sa në Tiranë. Një arsye tjetër është dhe paga, sidomos për infermierët e rinj që nisin punë për herë të parë apo për infermierët e cilët nisin punë për herë të parë në një spital. Ata nisin me rrogë minimale. Dhe ç'është e vërteta, kësaj nuk kemi çfarë i bëjmë, është një vërtet e pashmangshme. Dhe shumë infermierë zgjedhin të punojnë në një profesion tjetër sa të punojnë në një profesionin infermieror me një pagesë minimale muajt e parë, dhe për këtë nuk e vë faj, sepse secili nga ne e di vetë llogaritë e veta dhe i bën vetë llogaritë e tij. Kështu është grupimi i arsyeve kryesore se pse infermierët shqiptarë janë pa punë, sipas kundërshtrimit të tij. Tani, realitetit bardhëzi dhe ndonjëherë gri shqiptar nuk kemi çfarë i bëjmë për këtë papunësi, por cilat janë sugjerimet apo ato mini këshillat e vogla që do t'i jepje unë, gjithmonë sipas kundërshtrimit tim. Se çfarë është e mirë për mua, ndoshta nuk është e mirë për ju, por shumë do i them disa dhe më pas kush e gjen veten në rregull, kush nuk e gjen, sërish në rregull. Kundërshtrimet personale që domosdoshmërisht janë të qëndrueshme për të gjithë ka ne, është të nisur të punë me pak lek, pra me rrogën bazë minimale. Unë do të theksoj që për herë të parë punë kam nisur me rrogë 500.000 lekë, që në fakt në atë kohë nuk më dilin për asgjë dhe isha detyruar që të merrja ose nga mami ose nga dashuri lekë ekstra, sepse siç e dimi jetesa në Tiranë me 500.000 lekë të vjetra është e pamundur. Një kundërshtrim tjetër i imi është që infermierët rikthehen në qytetin e tyre të lindjes, në vendin e tyre dhe duke dhënë kontributin e tyre në sektorin qytetësor atje apo në çadrat rreth.
E theksoj që unë nëse nuk do të gjyja punë, domethënë nëse nuk do të gjyja punë muajin e parë si infermiere në qytetin e Tiranës, do të rikthesha. Ndoshta nuk do të rikthesha në Prenjas, nga është edhe origjina ime, por më shkoja në Korçë, në Pogradesa apo në ndonjë qytet tjetër që do ishte i qyteti i dytë. Pra jo Tirana, por një qytet tjetër i cili do të më jepte një jetesë të mirë. Pra mund të kthehen, nuk po them të kthehen dhe të shkoni atje përgjithmonë, por për të paktën disa vitet e parë të merrni juve veten, të merrni eksperiencë. Një arsye tjetër është ajo që bëra unë, është të shkuarit apo të synuarit për jashtë vendit, dhe tregu është akoma dhe më i madh. Do mos është për Gjermani, por në Itali, në Greqi, në Angli për shembull, të shkoni dhe edhe nëse nuk shkoni, pra edhe nëse nuk ju bëhet mbar të shkoni atje, të paktën ta provoni dhe të mos u mbetet si një peng gjithë jetën tuaj se nuk e provova kur isha re, të shkoja në këtë vend, një X vend. Në vetë nga sugjerimet e mia për të zgjidhur edhe problemin e papunësisë. Siç e thash edhe në fillim, disa janë të shëndrueshme për ju dhe disa nuk janë, është tani normale. Tani kemi rritur në atë pjesë të videos ku besoj shumë nga ju kanë pyetjet e tyre, kanë pikë pyetjet e tyre dhe është edhe arsyeja kryesore sepse bëra këtë video, sepse shumë nga ju më kanë pyetur për intervistën e punës dhe se si mund të marrim dhe të fitojmë një vend pune si infermiere në cilin do spital apo në cilin do klinikë që ne do i vendosim dorë. Pra, dua të punoj aty, si ta fitoj atë vend pune. Unë do ju jap këshillat dhe sugjerimet e mia, ato të cilat unë kam ndjekur vetë, të cilat në fakt kanë rezultuar edhe pozitive. Unë si tregoj çdo gjë me pikat të përmbledhura. Unë mendoj që intervista e punës nuk është asgjë tjetër veç se lora fjalësh dhe truket psikologjike. Edhe sikur ju të mos keni asnjë eksperiencë në profesionin tuaj, nëse do dini të manovroni mirë, të manipuloni mirë ato 10 minutat e intervistës, punën e keni në xhep, nëse siç ndodhi edhe mua. Mendoj se pika e parë kryesore është të patur një CV të mirë, të mbushur dhe të strukturuar. Një CV i mirë duhet të jetë mbushur gjithashtu edhe me eksperjenca pune, trajnime, workshope. Çfarë do të thotë? Nëse ju jeni ende studente, unë ju sugjeroj që vazhdimisht të punoni edhe në punë të ndryshme, pra punë të cilat nuk kanë lidhje me profesionin tuaj, në mënyrë që ju të merrni dhe të zbuloni, të eksploroni veten tuaj dhe të merrni më të mirën. Për shembull, të punoni si shitse. Kështu të mësoni si të flisni me pacientët dhe si të organizoni punën tuaj dhe si të menaxhoni situata të ndryshme stresuese. Të punoni në një zyrë marketingu. Ju kushton për shembull të shikoni, do të mësoni më shumë për psikologjinë e pacientit dhe se çfarë do duan ata direkt. Pra, të punoni punë të ndryshme për të njohur, eksploruar veten tuaj. Një tjetër është të merrni pjesë në sa më shumë workshope, trajnime të cilat kanë të bëjnë me profesionin tuaj, dhe pse jo të bëni pjesë e grupeve vullnetare. Kështu, ju vetëm që do të mësoni, por gjithashtu do të zgjeroni edhe networkun tuaj dhe pse jo, ndoshta ndonjë nga këta persona që do njihni aty, ju ndihmoj për të gjetur punë. Një tjetër që unë e kam ndjekur vetë dhe do sugjeroj është të bëhet intervistave sa më shumë. Pra, gjatë kohës që jeni studente, të aplikoni në sa më shumë të punë, ndoshta edhe punë të cilat ju nuk keni interes të bëni momentalisht, apo nuk do punoni sepse jeni në një punë tjetër, por thjesht të bëni sa më shumë intervista në mënyrë që të shkatësoheni dhe të kuptoni më shumë për psikologjinë e punëdhënësit, të shkatësoni më shumë dhe të dini të manovroni më pas në intervistën e asaj pune që ju dëshironi. Diçka tjetër që unë e ka pak më herët është që gjitha emocionet ju duhet të mbysni dhe të lini të shprehni më vonë, të lejoni thellësin të marrni situatën në kontroll. Në momentin që ju jeni ballë punëdhënësit, pra sapo hapni derën e zyrës, duhet të jeni të buzëqeshur dhe konfident. Po të jeni vënë re shumica e njerëzve të cilët punësojnë me një herë janë ata njerëz të cilët janë konfident me veten e tyre, konfident me ata çka dinë dhe sa vlen, dhe persona të cilët janë të ndrojtur edhe rrinë kokë para punonjësit të tyre. Besoni që punëdhënësit tashmë nuk duan punonjës të tillë, por duan punonjës të cilët t'i afrojnë pacientët, t'i afrojnë klientët dhe ta bëjnë ambientin e punës një vend sa më të mirë për pacientët. CV-ja, përveç trajnimeve, workshopeve edhe eksperiencave tuaja të punës, duhet të ketë një sesion në të cilën të jenë të shkruara të gjitha cilësitë tuaja. Mundoni të zgjidhni cilësitë të cilat janë më efektive, për shembull, fleksibiliteti, të qenurit empatik, të qenurit i duruar. Këto janë cilësitë të cilat kryesisht punëdhënësit i dëshirojnë dhe duan të kenë në ekipin e tyre.
Në një sesion tjetër në CV, do sugjeroj të shkruani edhe hobbyt tuaja, sepse duke parë hobbyt tuaja pundosen në një farë mënyre edhe krijon një ide më të mirë për juve. Një këndvështrim më të gjerë akoma. Diçka tjetër që duhet ta bëni gjithmonë para intervistës suaj është të humbtoni më shumë për klinikën, spitalin apo vendin ku dëshironi të punoni, sepse duke humbtuar më shumë për ta, ju kuptoni edhe psikologjinë dhe filozofinë e tyre dhe në një mënyrë përshtateni me ta gjatë intervistës dhe bëheni më, le të themi, në një farë mënyre të kërkojnë. Ka momente në jetë ku ndalemi dhe jemi pa punë, pa përgjigje, pa drejtim, por unë mendoj që është pikërisht ky momenti ku ne fillojmë edhe drejtojmë të ardhmen tonë. Ishte dhe videoja për ditën e sotme, një video edukuese, shpresoj shumë t'ju ketë pëlqyer dhe për personat të cilët më kanë ndjekur deri në këtë moment të videos, më dërgoni poshtë në komente një zemër jeshile, një zemër pozitive. Ne do të shihemi si çdo herë të hënën tjetër me një video tjetër. Videoja tjetër do të jetë një vlog dhe po ju bëj kështu një sneak peek të vogël. Do të jetë një workshop ku do kryoj së bashku me disa studentë infermierës dhe do ju marr hap pas hapi si është të ndërtosh një workshop, se si është të punosh me student. Është shumë e bukur, kështu që mesi pres t'ua tregoj dhe të xhiroj, të filmoj, të kap momente nga ajo dita. Infermieri punësuar apo jo, unë mendoj që ajo që ka po ndërtoni brenda vetes në këto momente është e rëndësishme dhe më rëndësishme se çështje tjetër. Ju dërgoj një përqafim shumë të madh virtuale dhe do shihemi në videon tjetër. Bye!